Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Vajta për të bërë një eko normale të gjoksit si kontroll rutin. Nuk isha asnjë shqetësim të veçantë, thjesht doja të isha e qetë me veten time. Jam 28 vjeçe dhe si shumë vajza të moshës time, kam mësuar se parandalimi është i rëndësishëm. Klinika ishte private, e pastër me atë qetësinë artificiale që të bën të ndihesh sikur gjithçka është nën kontroll. Doktori ishte rreth të 50-tave. U prezantua shkurt, pa shumë komunikim. Në fillim mendova se ishte tip i ftohtë profesional. Më kërkoi të shtriesha dhe të ndiqja udhëzimet. Asgjë e pazakon deri aty. Por shumë shpejt fillova të ndihesha në siklet. Lëvizjet e tij nuk ishin të qarta për mua. Qëndronte më gjatë se sa unë e prisja në disa zona, pa shpjeguar çfarë po kontrollonte. Heshtja e tij u bë shumë e rëndë. U përpoqja t'i thosha diçka, ta pyesja nëse gjithçka ishte në rregull, por përgjigjet ishin të shkurtra dhe të paqarta. Në vend që të më qetësonte, po më shtonte pasigurinë. Në një moment, vura re se prekjet nuk më dukeshin më thjesht mjekësore. Nuk ishte një veprim i vetëm që ta tregoja me gisht, ishte një ndjesi e përgjithshme se po kaloi një kufi. Qëndrimi i tij, mënyra si fliste, disa komente të panevojshme që nuk kishin lidhje me ekzaminimin. Trupi im u tendos pa e kuptuar. Mendja ime luftonte me veten. Mos po e egzagjeroj? Ndoshta kështu funksionon. Ai është mjek, e di çfarë po bën. Por një pjesë tjetër brenda meje më thoshte se nuk ndihesha e respektuar. Kur mbaroi, u ngrita shpejt. Ai më tha se gjithçka dukej në rregull, por mënyra si e tha nuk më dha qetësi. U vesha me duar që më dridheshin, nuk e pash më në sy dhe vetëm doja të ikja. Në rrugë për në shtëpi, ndjenja nuk më la. Nuk ishte thjesht siklet, ishte zemrimi përzier me faj. Faj sepse nuk fola në moment. Pse nuk thash ndalo? Pse u binda nga autoriteti i tij? Ja tregova një shoqes. Ajo më dëgjoi me vëmendje dhe më tha diçka që më mbeti në mendje. Nëse ndihesh keq, atëherë ka ndodhur diçka e gabuar. Trupi yt e di. Ajo më inkurajoi të mos e lija me aq. Ditët pasuese u mendova shumë. Nuk doja hakmarrje. Doja vetëm që ajo që ndodhi të mos ndodhte me vajza të tjera. Kontaktova klinikën dhe kërkova të flisja me administratën. Ishte shumë e vështirë. Zëri më dridhej, por e bëra. Nuk e di çfarë do të ndodh më tej, di vetëm që unë bëra pjesën time. Mësova se profesionalizmi nuk përjashton kurrë respektin dhe se askush, pavarësisht titullit, nuk ka të drejtë të bëjë të ndihesh e pambrojtur. Sot kur mendoj për atë ditë, nuk e shoh më veten si viktim të heshtur. E shoh si një gruaj që dëgjoi instiktin e saj dhe vendosi të flas. Dhe kjo për mua ka shumë vlerë.